Të nderuar vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Shpeshherë përdorim një shprehje, fjalë të urtë apo ka dhe prej atyre të cilët thonë është hadith. Kush është kjo fjalë? Nëse të flasësh është argjend, të heshtësh është flori. Në shumicën e rasteve kështu është, por a është gjithmonë? Kështu jo. Nëse hesht para ignorantit, është me të vërtet flori. Nëse hesht kur është duke folur dietari, me të vërtet është flori. Nëse hesht kur flet drejtësia, është flori. Por nëse hesht kur flet zullumqari, kur vret zullumqari, kur shkatron zullumqari, kjo nuk është flori, por është zjarr për ty. Nëse hesht atëherë kur të kërkojnë të flasësh për të gjetur drejtësinë, është zullum për ty dhe për të tjerët. Nëse hesht kur tjetri të cënon nderin, të cënon familjen, kjo nuk është flori, por kjo është zullum për ty, për familjen dhe për të gjithë ata që të rrethojnë. Nëse mbar bota të kërkon të votosh kundra vrasjes së fëmijëve në Gaza, pra për t'i mbrojtur ata, dhe ti hesht, kjo nuk është flori, kjo nuk është zgjuarsi, por kjo është zjarri vetë.